Përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video timen nga rubrika Në kuzhinë me Verën. Sot do bëjmë gjë interesante, le të themi. Ma ka mësuar një kolegja ime indiane, së shumë lezetshme. Do bëjmë chickpea curry apo salcë me qiqra edhe me qumësh kokosi. Është super e thjesht. Ajo çka mua më nevojitet është mjaftueshëm për 4 deri 5 veta. Është një kanaçe me qiqra, nëse keni dëshirë ti zjeni vetë, ok, dakord, për mua është më e thjeshtë kështu. Një kanaçe me qumësh kokosi, edhe një salcë domatje. Kjo është peel tomatoes, kështu që janë thjesht domate të coptuara, mirë po ne do t'i shtypim ngadalë me lugën e trurit. Kjo. Tani kjo lloj kam edhe unë kam dëshirë t'i shtoj dhe gjëra më shumë, kështu që kam marrë dhe kokos, pluhur, të thatë, designated coconut. Nejse. Edhe qep, pastaj kemi ca erza, që unë do përdor ca erza indiane, që do ja u shkruaj këtu një nga një. Edhe bashkë do vazhdojmë nga puna. Tani këtë lloj salca, apo këtë lloj gjelle, le të themi, po s'është gjelle, është tip salce. Këtë lloj mund ta shoqëroni me pilaf, mund ta shoqëroni me naan bread, me ato bukat që janë petashuqe. Siç është pak a shumë buka apo petulla, okay. Petulla për sufllaqe është dhe kjo naan bread. Mund ta shoqëroni me atë, mund ta shoqëroni thjesht me bukë. Neve përgjithsisht e bëjmë me pilaf, ose kur e bëjt dihet që do bëhet me pilaf. Fillojmë për të bërë salcën dhe në të njëjtën kohë bëjmë edhe pilafin. Kështu hajderi. Kisha shumë kohë që nuk e përdorja këtë të gizës, sepse është pak e rëndë dhe kisha frikë mos më thyen pjanurin. Pak vaj ulliri, gandezim. Unë gjithmonë përdor edhe pak gjallë të shkrirë. Hedhim qepën. Një qep të grirë. Ndërkohë unë këtu kam pilafin, i cili është, ose pilafin, orizin, i cili është i larë, ka ndonjur në ujë, është i bardh akull, edhe ta hedhim diku këtu. Diku, në mund ta hedhim këtu direkt, që? Veç se kjo është një recet shumë e thjeshtë, gjithashtu është edhe ekonomike, kështu që hedhim domate. Mos harroni gjithmonë të shplani. Dhe domatet të coptuara, unë këtë kisha këtë bëra, por që juve mund të zgjidhni dhe të bëni atë që keni dëshirë. Do hedhim qiqrat. Të chicken stock, nëse nuk e keni provuar, unë e kam blej në Amazon, merrni, provojni, është fantastike. Ose më saktë, unë mendoj që është fantastike. Një lugë si kjo, hajde edhe një qik, dhe nuk i hedh krip pastaj. Turmenik, të skuqen qik erzat me njëra tjetrën, edhe pastaj ujnë. Qik këto qiqrat, vetëm lëngu do bëhet më i trashë, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Unë po mundohem prapë të kap në një domate që ka ngelur akoma pa u shtypur. Ideja është ta pinë çik lëngun kjo, që të vazhdojmë. O zemra hiqit, atëherë unë mendoj që kjo është bërë, tani duhet të skuqim pak erzat. Në do filloj me chicken stock, gjithashtu një lugë. Hey, Evan, careful mami! Këtu është cumin seeds, fara cumin. Një lugë, kemi cumin powder, nga një lugë, nuk janë pikante.
është një dana gjirë, nuk e di, po dhe u lë emrat këtu. Edhe gram masala. Këto janë erëzat indiane që më ka thënë ajo gruaja, dhe unë sa herë që duhet nga tuaj diçka indiane, le të themi, përdor këto. Ideja është që nuk përdor pikante, sepse nuk, domethënë pikante bie t'i hajmë vetëm unë dhe Mari, ndërkohë që unë po gatuaj për gjithë shtëpinë. Designated coconut, ja hedhim edhe këtë, e mbulojmë dhe i kemi gati në momentin që duam të hamë.